26 janar 22 është miratuar në parim marrëveshja e HUAS nga Këshilli i Ministrave, ndërsa në kuvend është miratuar shtesa e kredisë në 22 dhjetor 22. Sipas KLSH, me miratimin në parlament të kësaj shtese të financimit prej 49 milion dollarësh, praktikisht kosto për lotin 3 janë rritur krahasimisht me kontratën bazë me 48%, një vlerë tepër e lartë krahasimisht me marrëveshjen fillestare nga 50 milion në 74 vetëm për lotin 3. Për ta bërë më të qartë, këto të dhëna konfirmojnë se kostot e përfundimit të rrugës Qukës-Qafë-Ploç u rritën me 105 milion euro, pasi në Ministrinë e Infrastrukturës hyri Belinda Balluku. Madje, kostot u rritën me 50 milion euro më shumë pasi ministre u emërua Belinda Balluku në raport me kostot e përllogaritura nga audituesi i pavarur për lotin 1 dhe 2 dhe kostot e përllogaritura nga supervizori për lotin 3. Një nga shkaqet e fryrjes së kostove ishte edhe ajo për mbikëqyrjen e punimeve. Në kontratat fillestare, vlera totale e mbikëqyrjes së punimeve ishte parashikuar në total për komponentin shërbime konsulence në marrëveshjet e financimit diku te 5.23 milion dollar. Kur janë lidhur kontratat fillestare në vlerën 5.29 dhe me amendime ka arritur në vlerën 11.06 milion dollar. Pra më shumë se 6 milion euro, pa llogaritur këtu edhe TVSH-n që ka paguar qeveria shqiptare, ka pasur vetëm mbikëqyrja e punimeve. Faktorët në ritm që përbëjnë koston një projekti janë të shumtë. Ai që nuk llogaritet fillimisht, pra kur bëhet projekti dhe nis zbatim punimeve, është kozgjatja, sepse presupozohet që kjo zgjatja ta respektojë fatet kontraktuale. Në rastin kur kjo kozgjatje ka shkuar në limite gati të dhimbshme për ekonominë shqiptare, pra 10 vjet një rrugë për rreth 34 kilometra, kjo sill kosto operative të direkte. Pra rritjet kostot shpenzimit për mbikëqyrjen e punimeve, rritjet kostot shpenzimeve për fryrjen e vëllimeve të reja, vonesave të kontraktorit, kosto operative të kontraktorit dhe mbi të gjitha sill mos vënien në shfrytëzim të